Unë për kryepiskopin e ri, Johan Pelushin, kam përshtypje, nuk kam njohje personale, kam përshtypje shumë të mira si historian njëherë. Ai është edhe një historian, veç teolog e disiplinave tjera që zotëron, është një historian që është dalluar dhe në çështje që kanë bën me historinë kombëtare, për shembull problemi i Voskopojës, ai ka marrë pjesë edhe në konferenca kemi bërë dhe ne si akademi ose si instituti historisë. Vjen nga një shkollë shumë e fortë, që është shkolla e Petrozhejit. Shkollë private. Shkollë private. Që ka prodhuar shumë figura. Ka tërhequr të rinjt, do thosha më të mirë të Tiranës të viteve 60 e 70. Ngjela, Rama. Ngjela, Rama, Kastrati, doktor Kastrati, që në Gjermani sot shquhet dhe është edhe njëri shumë i ditur, Ardian Vetbiu, dhe i biri, apo jo, mos harrojmë, dhe Artur Zhej, që kanë. Do me thënë, ata që kanë dalë nga Petrozhejit, paktën unë kam konstatuar, ata që njoh, janë vërtet njerëz me erudicion. Pavarësisht mund të jenë mjek, inxhinier, mund të jenë sot klerik, apo historian, dhe vërtet unë nuk i përkas, nuk kam pas fatin, nuk i përkas asaj shkolle, por ne që në atë kohë, po them, i shiftim me një lloj zilie, themi, ndjekësit e Petrozhejit. Thash që ka një erudicion, është një, ka edhe historia e tij është domethënëse, sepse mos harrojmë që edhe ato imazhet që u dhanë në ceremoninë e 92-shit, 2 gusht ka qenë i 92-shit, vërtet ka pasur dhe, po themi, musliman aty, siç morëm vesh. Po ka pas dhe shumë ortodoks shqiptar që thrisnin në emër të Fanolit, sepse u alarmuan do jetë kisha jon, kisha e Fanolit, që ka ndërtuar Fanoli, apo do jetë një kishë tjetër. Një shqetësim i kuptueshëm. I kuptueshëm, por do kthehemi tek ajo, por në intervistën e fundit, po themi me këtë cilësi të kryepiskopit, por atë Johan Pelushi flet qartë për, domethënë, ka referenca për Nolin apo jo? Padyshim ka referenca, ata që ka qenë kritik, skeptik të tij, një pjesë e formimit i ka ardhur edhe në Boston, në kishën e Shëngjergjit apo jo, me atë Liolinin, dhe duket që Fanoli ka qenë një moment inspirues për Johanin, dhe në këtë aspekt them ka diçka, po themi, që qetëson një publik të alarmuar, ndoshta të alarmuar më shumë se ç'duhet, kjo është çështje tjetër, por rikthimi në tabanin e kishës autokefale që është krijuar, se mos harrojmë në ceremoninë që u bë me rastin e ndarjes nga jeta të profesor Janulatosit, nuk u përmend fare Noli, folën shumë vetë aty, folën shumë njerëz, por nuk u përmend. Dhe fakti që u përmendët që në intervistën e tij, Imzoti Johani e përmend Fanolin si burim frymëzues të tij natyrisht, është një, do thosha, një gjë pozitive. Po doja të thoj edhe këtë që mos harrojmë, nuk kanë qenë fet kundërvëna në Shqipëri. Tani ne si historian dim ca fakte edhe nga mesjeta, edhe e hershme, edhe e vonë, ku ka pas raste kur Perandoria Osmane nuk lejonte ndërtimin e kishave ose merremetimin e kishave, drejtues shqiptar të zonave sanxhaqeve të veçanta, apo jo, paguanin dhe edhe mendimin e muslimanëve të tjerë, ndërtonin kisha në mënyrë, po themi, ligjore, pa lejuara nga sultani. Domethënë ka ndodhur dhe këto gjëra.